Parlamenti Evropian mbështeti një nga kërkesat e protestuesve duke i kërkuar qeverisë Rama të pezullojë lejet e ndërtimit në zonat e mbrojtura dhe të ndryshojë ligjin me porosi të vitit 2024, nëpërmjet të cilit i hapi rrugë ndërtimeve në këto zona. Ky rast fakton klientelizmin e kryeministrit Edi Rama, që përbën shkelje të kushtetutës dhe përdorim të pushtetit për të ligjëruar aferat në funksion të interesave të ndërtuesve të lidhur me të, interesa të cilat i kanë mbrojtur duke shpërfillur dhe denigruar protestuesit. Kërkesa për dorëheqjen e Edi Ramës po shoqërohet me akuza penale ndaj tij, vetëm për rastin e ligjit antikushtetues të investimit në Zvërnes, por për shumë afera të tjera ekonomiko-financiare gjatë 13 viteve në pushtet. Përmbajtja e protestës është kallëzim popullor ndaj kryeministrit Edi Rama, me fakte konkrete, kallëzim për cilin në zbatim të kodit të procedurës penale, drejtuesi i SPA Klodian Brao duhet të urdhërojë nisjen e hetimit kryesisht me indicie për çdo akuzë të bërë publikisht. Siç filloi kryesisht hetimin për mënyrën e përfitimit të tokës në Zvërnes nga mafiozi Artur Sheu, procedurat e regjistrimit të saj në kadastër, aktet e shitjes dhe bllokimin e vlerës që investitorët e huaj kanë paguar për blerjen e tokës. Protestuesit kanë akuzuar Edi Ramën për aferën 140 hektar tokë në Rjoll, ku oligarku Bashkim Ulaj ka filluar të ndërtojë dhunshëm resortin me mbështetje të policisë së shtetit, megjithëse çështja është në hetim penal dhe proces gjykimi civil për të drejtën e pronësisë. Akuzë tjetër penale që protestuesit kanë bërë ndaj kryeministrit Edi Rama është afera me 810.000 metër katror tokë shtetërore Buzdetit në portin detar të Durrësit, e dhuruar me vendim qeverie për kulla, pallate e hotele, mafia arabe të përfaqësuar nga Mohamed Alabar. Në rezolutën e Parlamentit Evropian kërkohet anulimi i ligjit të vitit 2024 që lejon ndërtimet në zonat e mbrojtura, por kryeministri Edi Rama ka lejuar ndërtime resortesh, kullashe, pallatesh në shumë zona të mbrojtura natyrore, historike, monumente kulture e arkeologjike, edhe para miratimit të ligjit klientelist në vitin 2024. Me vendim të Edi Ramës dhe ministres Mirela Kumbaro, utrintit ju hoqën 300 hektar park natyror dhe ju dha oligarkut Hidayet Ismailaj e oligarkëve të tjerë për të ndërtuar komplekse vilashe e pallatesh. Monumenti i kulturës dhe historisë Kalaja e Lëkursit në Sarand i është dhënë në përdorim trafikantit Andrea Çaushi, brenda dhe jashtë të cilit ai ka ndërtuar resorte e parking, ndërsa 60 hektar tokë rrotull kësaj kalaje Edi Rama ja ka dhuruar trafikantit tjetër, Dajlan Avdia, për të ndërtuar pallate e komplekse vilash. Me vendim numër 6 fraksion 4 datë 19 prill 2018, kryeministri Edi Rama i ka dhuruar 800 hektar tokë Ilir Trebickës dhe oligarkut rus Oleg Deripaska në zonën e mbrojtur Laguna e Karavastas, ndërsa një ditë më pas, me vendimin numër 355 datë 20 prill 2018, i dha edhe 131 hektar tokë e më 30 dhjetor 2025 i dha 68.8 hektar të tjerë në këtë lagun për ferma e resorte. Sipas të dhënave zyrtare, kryeministri Edi Rama ka dhënë 183 leje ndërtimi për resorte, kulla, pallate e komplekse vilash në 53 zona të mbrojtura në Tiranë, Durrës, Korç, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Berat, Sarand, Himar, Lezhë, Pogradec e Shkodër. Ndërto, ka dhënë leje ndërtimi për pallate Buzliqenit në Tushemisht, dhëndrit Sali Berishës Jamarbër Maltezi, dhe urtakut të tij Fatmir Bektashi, ndërsa ndërtuesit Arben Muçobega, lavatriçes Mirela Kumbaros, i ka dhënë leje për resorte dhe vila në zonën e mbrojtur bregdetare Gjiri i Llamanit në Porto Palermo, e tjerë.